إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe. Atë që Allahu zon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Allahut nuk mund ta zon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allah i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nënshtruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndoshtë, sapo kemi hyrë në njërin prej muajve të shajt të Allahut të lartësuar. Allah i lartësuar na tregon në Kur'an në surën Tauba: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tek Allahu që prej kohës kur I ka krijuar qiejt dhe tokën, janë tek Allahu 12 muaj. 4 prej këtyre janë të shenjtë. Allah I lartësuar me na tregon neve që duhet I madhrojmë ta muaj, na tregon se duhet I madhrojmë kufit e Allahut dhe na thot: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dhe mos I bëni zullum, mos I bëni padrejtësi vetvetes suaj në këta 4 muaj. Cilat janë këta 4 muaj? Është muaji në të cilin sapo kemi hyrë, është muaji I Dhul-Qa'da, pastaj është muaji I Dhul-Hijja, që është muaji I madh I Haxhit, pastaj është muaji I Allahut Muharram. Dhe këta janë të 3 muaj të radhitur njëri pas tjetrit, ndërsa I veçantë është muaji I Rajab, që është 2 muaj para muajit të Ramazanit. Vjen Rajab, Sha'bani, pastaj vjen muaji I Ramazanit, muaji I bekuar I Ramazanit. Vllazë ndoshtë, me hyrjen tonë në këta muaj është e udhës që t'i madhrojmë ashtu që Allah I lartësuar I ka madhruar, dhe që është na porosit që t'i ruajmë kufit e Allahut, që ta ngjallim madhrimin në zemrat tona, e kam zgjedhur që ta përkujtojmë dhe që ta mësojmë një hadith madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, porosin të cilën ja ka dhënë sahabiut të ditur Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, djalit të Axhës së tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot këtij djaloshi I cili kishte qenë akoma I ri, ishte fëmijë, mirë po ja dha disa fjalë madhështore për të cilat Ibn Jauzi në librin e tij thot: "Kam medituar për këtë hadith dhe jam mahnitur për madhështinë e këtij hadithi. Aq jam mahnit saqë zemra më është trondit dhe ka dashur më dal nga vendi." Thot: "Të mirët, njerëzit të cilët pak e kuptojnë e pak e meditojnë porositë madhështore të këtij hadithi." Për cilin hadith është fjala? Është fjala për hadithin të cilin e shënon Imam Tirmidhiu. E shënon Imam Tirmidhiu për Ibn Abbasit, I cili thot: "Isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe isha mbrapa atij dhe mu drejtua. Thot: Ja gulam, inni uallimuka kalimatin." O djalosh, dëgjoj mirë se do t'i mësoj disa fjalë. Dhe këto porosi duhet t'i dëgjojmë dhe ne, t'i mësojmë në vetet tona dhe t'ja mësojmë fëmijëve tanë. T'i mësojmë përmendsh dhe t'i zbatojmë mësimet e këtij hadithi. Dëgjoni se çfarë porosit Ibn Abbasin pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja e tij. Gjithë ato çfarë I thot janë shpallje, in huwa illa wahyin yuha, janë shpallje prej Allahut të lartësuar. E pjesë e shpalljes janë edhe hadithet. Dëgjoni me vëmendje se çfarë I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ja gulam, inni uallimuka kalimatin." Po ti mësoj disa fjalë. Ihfazillaha yahfazuk. Ruaj Allahun që Ai të ruaj ty. Ruaj Allahun që Allahu të ruaj ty. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahun do ta gjesh pranë. Idha sa'alta fas'alillah.
Kur të lëpësh, lëp prej Allahut të lartësuar. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh ndihmë, kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar. Wa alam, dhe dije أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قد كتبه الله لك. Dije se gjithë njerëzit më mbledh me të bëhet diçka mirë, nuk kanë më arrit me të bëhet diçka mirë përveç asaj që Allahu i lartësuar ta ka caktuar, ta ka shkruar. Dhe thot në vazhdim hadithit, thot wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Dhe dije se sikur të gjithë njerëzit, mbar njerëzimi, të mlidheshin me të bëhet dëm diçka, me të lëndu diçka, nuk kanë më arrit me të bëhet dëm përveç asaj çfarë Allahu i lartësuar ta ka shkruar ty. Rufi'at al-aqlam, janë ngritur lapsat, wa jaffat as-suhuf, dhe janë thar fletët. Pra janë vendosur caktimet dhe kanë mbaruar çdo gjë. Ky hadith vllazën, ashtu siç thot Ibn Jauzi në librin e tij Saidul Khatir, Gjyëtia e meditimeve, është hadith madhështor dhe duhet të ndalemi në varg të disa hutbeve, të ndalemi dhe të meditojmë për porositë e këtij hadithi madhështor. Allahu i lartësuar kur thot ihfazillaha yahfazuk. Çfarë nën kupton kjo? Ruaje Allahun që ai të ruaj ty. E si ta ruajmë ne Allahun? Kuptimi i drejtë është që ne t'i ruajmë kufijtë e Allahut, që Allahut na ruaj neve. T'i ruajmë urdhrat e Allahut dhe ndalesat e tij. T'i zbatojmë farzet e Allahut, obligimet të cilat ne i ka bë, dhe të respektojmë urdhrat dhe ndalesat, vetë përmbahemi, të mos shkelim në kufijtë e ndaluara të Allahut të lartësuar ndaj neve. Kështu ne e ruajmë Allahun, kështu ne e ruajmë fejen tonë. Dhe çfarë merr në shkëmbim të kësaj? E merr që Allahu më kujdes për ty, që Allahu më trujt ty. E për këtyre urdhrave, të cilat Allahu i lartësuar na i ka bë, padyshim, prej urdhrave më madhështor të cilat Allahu i lartësuar na porosit që ta ruajmë, është namazi. Allahu i lartësuar thot: "Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Dhe kujdesuni dhe ruani namazet, e në veçanti namazin e mesëm. Është fjala për namazin e ikindis. Wa qumu lillahi qanitin, dhe përkushtojuni Allahut të lartësuar në adhurim. Dhe Allahu i lartësuar thot me një ajet tjetër: "Walladhina hum 'ala salatihim yuhafidhun." Ata të cilët besimtarët e përulur të Allahut, besimtarët e vërtet janë ata të cilët ndaj namazit të tyre janë të kujdesshëm, janë vigjilent, kujdesen për namazet. Nuk ja zë vaktin, apo nuk ka mundësi që ati t'i ik java të mos e falë namazin. Këta janë ata besimtarët të cilët i ruajnë kufijtë e Allahut. Këta janë ata besimtarët të cilët i ruajnë urdhrat e Allahut të lartësuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man hafidha 'alayha kana lahu 'inda Allahi ahdan an yudkhilahu al-janna." Kush kujdeset për namazin, Allahu ka dhënë premtim, e Allahu nuk e thën premtimin e tij që ta fusë në xhenet. Thot pejgamberi: "Man hafidha 'alayhinna kunna lahu nurun wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah." Kush kujdeset për namazet në ditën e gjykimit, ky namaz do të jetë për të dritë, do të jetë për të dëshmi, do të bëhet shpëtim për to në ditën e gjykimit. Pastaj, nga urdhrat të cilat Allahu i lartësuar na ka bërë të kujdesim dhe të ruajmë, është kujdesi për pastërtinë, për kujdesi për abdesin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yuhafidh ala al-wudu illa al-mu'min." Nuk kujdeset për abdesin vetëm se besimtari, ai që kujdeset për abdesin e tij, për pastërtinë e tij, është dëshmia e imanit të tij. Po ashtu, Allahu i lartësuar në mesin e urdhrave të shumta na thirr që t'i ruajmë betimet tona, që t'i ruajmë zotimet tona, betimet kur betohemi në Allahun, kur ja japim fjalën dhe besën Allahut të lartësuar, duhet kujdesim dhe t'i ruajmë ato. Nga sa Allahu i lartësuar na ka porositur: "Dhalika kaffaratu aymanikum in halaftum idha halaftum wahfadhu aymanakum." Kjo është shpagimi për betimet e juaja, wahfadhu aymanakum, dhe mbani premtimet e juaja, përmbushni betimet e juaja, kujdesuni për ato betimet të cilat i keni bë. Ka pasur nga selefi të cilët rrallë apo hiç janë betu, nga frika se mos e shkelin betimin e tyre. Ka pas për tyre të cilët kanë dëshuar se mos ndoshta e kanë thyr betimin dhe zotimin e tyre, janë qu dhe e kanë shpagu, mbase ala nuk e kanë pas të obliguar me shpagu, nga frika se mos po i thejnë betimet të cilat i japin tek Allahu i lartësuar. Prej atyre urdhrave të tjerë të cilat Allahu i lartësuar na thirr që t'i ruajmë, është ta ruajmë kokën dhe çfarë kemi në të, dhe ta ruajmë barkun dhe gjoksin dhe atë çfarë kemi brenda tij.
Thot pejgamberi në hadithin të cilën transmeton Ibn Mas'udi thot: "Al-istihya min Allahi haqq al-haya." Turpi i vërtet prej Allahut an tahfaz ra'sa wa ma wa'a wa yahfaz al-batna ma hawa. Turpi prej Allahut, turpi i vërtet është që ta ruaj njeriu kokën e tij dhe çfarë përmban në të. Çfarë përmban njeriu në kokën e tij? Ka shqisën e dëgjimit, të shikimit dhe të folurit. Dhe ta ruaj batnehu, barkun e tij, dhe ma hawa dhe ato çfarë përmban. Barkun dhe brendësinë e tij, së pari ta ruaj zemrën e tij nga ngulmimi në gjunahe. Mos lakmoj në gjunahe, po ti urrej gjunahet, ta urrej kufrin, ashtu qysh dikush e urrej, të kthehet dhe të gjuhet në zjarr. Ti urrej, ti afrohet gjunaheve. Pastaj ta urrej dhe të kujdeset dhe të ruaj barkun e tij që të mos e urshej barkun e tij me të ndaluara. Të mos e urshej barkun e tij me të ndaluara. Gjë tjetër për të cilat ne duhet ta ruajmë është që ta ruajmë gjuhën tonë, ta ruajmë gjuhën tonë dhe të ruajmë organet tona, organet e turshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man hafidha ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhala al-janna." Kush e ruan dhe kujdeset për atë çfarë ka në mesin e nofllave të tij, pra për gjuhën e tij, dhe atë çfarë ka në mesin e këmbëve të tij, pra për organet e tij të turshme, do të hyjë në xhenet, do të hyjë në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër: "Men yadman li ma bayna lihyihi wa rijlihi adman lahu al-janna." Kush ma garanton mua atë çfarë ka në mesin e nofllave, në mesin e buzëve të tij, pra gjuhën e tij, dhe në mesin e këmbëve të tij, pra organet e tij, e ruan derin e tij, përveç asaj në atë çfarë Allah i lartësuar ja ka lejuar, ja garantoi xhenetin. Të gjitha këto urdhra e të gjitha këto ndalesa të cilat Allah i lartësuar na i ka dhënë në Kur'an, nëse don ta fitosh ruajtjen dhe kujdesin e Allahut ndaj teje, respektoj. Aq sa do t'i kujdesesh ti për kufit e Allahut, aq do të kesh nga kujdesi i Allahut të lartësuar, nga se tek Allahu el jazau min jinsil amal, shpërblimi është në bazë të veprës, në bazë të sojit të veprës. Nuk e keni dëgjuar ajetin kur Allahu i lartësuar thot: "Fadhkuruni yadhkurkum", përmendni ju mua, unë ju kujtoj juve, ju përmendi juve. Pra ti e kujton Allahun, Allah kujton ty. Thot Allahu: "In tansurullaha yansurkum", nëse ju ndihmoni Allahun, Allahu do t'ju ndihmojë juve. "Wa awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum", mbani premtimin të cilin ma keni dhënë, unë e mbaj premtimin tim ndaj jush duke ju futur në xhenet. Pra el jazau min jinsil amal, shpërblimi është në bazë të veprës. Nëse ti e ruan Allahun, pra i ruan urdhrat e Allahut dhe i respekton ndalesat e Allahut, Allahu do të ruaj ty. Allahu do të ruaj ty. E Allahu kur do të ruan në dunja dhe në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allah i lartësuar na tregon në një ajet thot: "Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi." Besimtarët kanë përcjellës para tyre dhe pas tyre. Ibn Abbas i thot: secili rob është për qëllim në këtë ajet ka me lajket të cilët e ruajnë. Ka me lajket të cilët e ruajnë nga sherri dhe ligësit, nga dëmet e njerëzve apo pe gjinve. Thot Mujahidi, njëri pe komentuesve të Kuranit, pe nxënësve të Ibn Abbasit, thot secili besimtar kur bjen me flajt tek shtrati i tij i rrin një melek, i cili e ruan dhe e përcjell kur është në gjumë dhe kur zgjohet. E Ibn Umeri transmeton në hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në asnjë mëngjes dhe asnjë mbrëmje nuk e ka lënë lutjen pa e lut Allahun e lartësuar duke thënë: "Allahumma inni es'aluka al-afia fi ad-dunya wal akhirah." O Allah, ty të lutem për mirëqenie, për shpëtim nga provat e dunjas dhe ahiretit. "Allahumma inni es'aluka al-afwa wal afia fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali." O Allah, ty të lutem të më falësh dhe të më shpëtosh nga provat në fen time, në dunjan time, në familjen time, në pasurinë time. Allah më stur aurati, Allah mbulama avretin tim, mbulami të fshehtat e mia, wa amin rawati wahfidhni min bayni yadayya wa min khalfi, dhe ruaj mua, rujem përpara për mrapa, wa an yamini wa shimali, djathtas e majtas, wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dhe ruaj nga sipër dhe kërkoj mbrojtje o Allah
të mos më shembet toka, të më ruash edhe nga poshtë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguar i Allahut, i ndihmuar me shpallje prej Allahut të lartësuar dhe megjithatë e ka lutur Allahun që ta ruaj nga të gjitha anët pa përjashtim, para, majtas, djathtas, majtas, mrapa, sipër, poshtë, të gjitha këto nga se e ka ditur nevojën që e kemi ne për mbrojtjen e Allahut të lartësuar. Me drejt mund të pyes dikush, nëse unë i ruaj kufit të Allahut, nëse unë e ruaj Allahun dhe i ruaj urdhrat e tij, çfarë përfitoj? A përfitoj diçka në dunja apo të gjitha i kam premtimet e dhëna për ahiret? Jo vallahi, besimtari ruajtjen dhe kujdesin e Allahut e gjen edhe në dunja. Dhe nuk bën besimtari një rob, nuk bën besimtari ndonjë hap. As sahab e sa mbyll syt vetëm se e gjen kujdesin e Allahut të lartësuar ndaj tij. Nga se Allah është bujar, Allahu është mirënjohës i më i madh, është shekur, është vlerësues i më i mirë. Ti vlerëson kur ti mundohesh që mi ruaj kufit e Allahut. Allahu të ruaj. E rujtja e parë të cilën Allahu i lartësuar ta bën është që të ruan në veten tënde, ta ruan dunjan tënde, të ruan në pasurinë tënde, ta ruan vendbanimin tënd, madje të ruan fëmijët dhe niprit tu. Nëse ti kujdesesh për fenë e Allahut dhe ruan namazin dhe i ruan dhe kujdesesh që ti respektosh ndalesat e Allahut, Allahu t'i ruan fëmijët dhe pasardhësit e tu. Dhe argument këto kemi tregimin në surën Kehf. Wa kana abuhuma saliha, kur Allahu i lartësuar i ruan pasurinë atyre dy jetimëve. Babën e kanë pas të mirë, e kanë pas të devotshëm. Pra ta e gjojmë që Ibn Musayyib i ka thonë birit të vet, djalit të vet, thot o biri jam, unë shtoj namazin nafile me shpresë që Allahu në saj e këtyre namazeve vullnetare të ruaj ty. Pra sa më shumë që ti përkushtohesh fesë Allahut, Allahu do të ruaj ty, do të ruaj pasardhësit e tu. Po ashtu do të ruaj nga ligësit, nga dëmet e krijesave, qofshin ato gjallësa prej kafshëve, qofshin ato prej gjinëve apo prej njerëzve. Allahu i lartësuar thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allahut i bën rrugëzidhje dhe e mbron dhe e ruan ai i cili përkushtohet me devotshmëri Allahut të lartësuar. Aisha radiallahu anha, nëna besimtarëve i ka shkruar Muaviut dhe i ka thënë: "In ittaqaita Allah", nëse e ruan Allahun e lartësuar, nëse je i devotshëm ndaj Allahut të lartësuar dhe ja ki frikën atij, Allahu do të mbrojë prej njerëzve. E nëse i friksohesh dhe i druhesh njerëzve, tek Allahu nuk do të kryjnë punë asgjë. Kanë thënë disa prej selefëve, unë gjunahet e mia dhe shkelin e kufive të Allahut të lartësuar e gjej tek bashortja ime dhe tek kafsha ime. E gjej rebelimin e bashortës dhe kafshës, nga se gjunahet takmiren dhe të lojnë në lloç. Dhe Allahu i lartësuar gjurmë të gjunaheve nëse nuk kërkon falje dhe nëse nuk e ndjek gjunahin me vepra të mira dhe me tauba, kemi gjetë gjurmë të gjunaheve në këtë dunja dhe Allahu na ruajt edhe në ahiret. Prandaj, nëse ti kujdesesh për kufit e Allahut, Allahu do të mbrohen nga gjurmë të gjunaheve, do të ruan edhe nga rebelimi i krijesave ndaj teje. Po ashtu, evrejmë që nëse ne kujdesemi që ta ruajmë Allahun e lartësuar, pra ti ruajmë kufit e Allahut, ti ruajmë urdhrat e Allahut dhe ndalesat e tij, në transmetimin të cilën e transmeton Bara ibn Azib, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahr është ra me flet ka thonë: Allahumma in qabatta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Sahr ka ra me flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut: o Allah, nëse ti e merr shpirtin tim, më shëroje, e nëse e lëshon dhe ma kthen përsëri në trupin tim, ruaje ashtu siç i ruan robët e tu të mirë të devotshëm. Po ashtu në hadithin e të cilin transmeton Omeri radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar duke thënë: Allahumma ihfazni bil islami qa'iman wa ihfazni bil islami qa'idan wa ihfazni bil islami raqidan. Më ruaj me islam duke qenë në këmbë, duke qenë i ulur, duke qenë i shtrirë dhe në të gjitha gjendjet më ruaj fen time. Pra vëllazëm, nëse ti ruan Allahun dhe i ruan kufit e tij, Allahu i lartësuar do ta ruajë dunjan tënde. Po më e rëndësishme se sa dunjaja është që Allahu të ta ruaj fen tënde, të të ruaj dhe të mbrojë që të mos bish në gjunahe, që të mos turproj, duke të lënë më mbështet në veten tënde e të bish në gjunahe. Allahu i lartësuar, siç e ka ruajtur Jusufin alayhis salam,
nga se ishte për robërve të devotshëm dhe për robëve të sinqert. E ruajti që të mos bie në gjunahe. E ka thënë një prej dietarëve të mëdhej, Hasan al-Basri, Hasan al-Basri thot, robi kur bjen në gjunahe, Allahu i lartësuar e ka lënë të mbështeten në veten e tij. Dhe nuk ndodh që robi me shkel në kufijtë e Allahut, pra mi në përkëm, mi marrë në përkom kufijtë e Allahut, vetëm se ka rënë nga shykimi i Allahut. E ka humb vlerën tek Allahu dhe Allahu e ka lënë të mbështetet në veten e tij dhe ju kanë gjujt mbi kokë shejtanët prej qofshin prej njerëzve apo prej gjinëve. E një prej dietarëve të tjerë thot, fisniku, ai që është fisnik, njeriu fisnik nuk ngulmon në gjunahe. Ndërsa ai që është i urti nuk jep përparësi jetës së kësaj bote kundrejt ahiretit të përjetshëm. E Allahu i lartësuar duke na treguar neve që Allahu ka dhënë premtim që t'i ruaj besimtarët, thot Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është kujdestari, është rujtësi i besimtarëve, i nxjerr nga errësira në dritë. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush mbështetet tek Allahu do t'i mjaftoj. Thot Allahu, alaysa Allahu bikafin 'abda? A nuk i mjafton Allahu robët e tij? Të gjitha këto premtime të cilët Allahu i lartësuar i ka dhënë janë të kurzuara që ne t'i respektojmë urdhrat dhe ndalesat e Allahut të lartësuar. Prandaj, aq sa ti don që Allahu të kujdeset për ty, që të ruaj nga dëmet, nga rreziqet e jetës së kësaj bote, nga dhe rreziqet e ahiretit prej dënimit dhe prej frikave në ditën e gjykimit, ruaj kufijtë e Allahut aq sa të kesh mundësi. Madje vllazën, Allahu i lartësuar kujdeset për neve, ndërsa ne nuk e kemi vëmendjen, madje as nuk e ndjejmë. Sa aksidenti, sa rreziki, sa fatkeqësia ka mujt me na godit, Allahu i lartësuar i ka larguar ato nga neve pa ndjenë fare. Ma habitshmi a di cila është. Ibn Mesudi thot, ndodh që njeriu të ngulmoj për një çështje të dunjas, për një biznes të caktuar, për një tregti të caktuar dhe e lyp me mishë me shpirt. Dhe Allahu i lartësuar ja hap. Pasi që i hapet, Allahu i lartësuar i thot me lajkeve, largoje robin tim nga ajo tregti, nga se aty e ka shkatrimin e tij dhe nëse arrin, atëherë do të përfundoj në zjarrin e xhehenamit. Prandaj vëllazë dashur, Allah i lartësuar na thot, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ndodh që ju urrejni një gjë, po është dhe ka mirësinë të. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ndodh që ju e doni një diçka tjetër, ndërsa në të ka lehtësi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e di, ndërsa ju nuk e dini. Cila është zgjidhja? Zgjidhja është që të jemi të bindur në Allahun e lartësuar. Të jena të bindur në premtimin e Allahut, të ngulmojmë dhe të përpiqemi të ruajmë kufijtë e Allahut, që Allahu të na ruaj neve. Në ruaj neve në familjet tona, në ruaj neve në fen tonë, në ruaj neve në pasardhësit tonë, të na ruaj nga rreziqet e dunjas. Të jetë Allahu kujdestari jon, të vendos Allahu i lartësuar me lajket të cilët kujdesen për neve, të cilët ne nuk i shohim, ato na shohin neve, të cilët përkujdesen kundër kurthave, qofshin për njerëzve apo prej gjinëve. Elusim Allahun e madhruar emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na bëjë për atyre robërve të cilët e dëgjojnë fjalën e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i zbatojnë ato mësime. Ihfazillah yahfazuk. Ruajeni Allahun që ai t'ju ruaj juve. Elusim Allahun të na begatoj në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ruaj nga sprovat e zjarrit, dhe të na ruaj nga sprovat e varrit, dhe të na ruaj nga sprova e dënimit të zjarrit. Elusim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na bëjë nga banorët e xhenetit, të na jep begati dhe të na bëjë falendërues dhe mirënjohës ndaj tij në jetën e kësaj bote. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأقيموا الصلاة